Roma Gjezde. Para se me fillu me leximin e letrës, I falenderoj Naima Bazin, e falenderoj Mirije Brahën, e përshëndes Vlerë Malushin, regjisorin në montim të emisionit, e përshëndes regjisorin Kaçesa Çipin, I përshëndes kamermana që kom bë kohë të ngonë për skien Menzim Kanzon, I përshëndes grimeret tona për dukjen time. I përshëndes edhe dy aktorët e grupit Tukulukat, e Shremin edhe Halimin. Pashtu, I përshëndes në veçanti publikun I cili më dha dashni edhe ajo dashni më shtyni dëbi deri këtu ku jemi sonte. Sonte kërkoj falja për ndjes që e kam marrë me një vendim jo I letë as nga unë, pa as nga ata që dojnë punën time dhe humorin tim. Për sonte, kam marrë vendimin që të largohem nga bota e humorit. Për arsye personale që unë qysh nesër në mëngjes, kur jeni ju duke e kqyr reprizën, unë do të udhëtoj për Amerikë dhe atje do të vazhdoj jetën. Është të vështirë edhe për mu ky vendim, po është diçka që ka ardhur shpejt e shpejt. Atëherë edhe një herë, folëm shumë për dashninë ndaj meje. Ju kërkoj falje nëse ndonjëherë me humorin tim dikon e kam lëndu me ndonjë fjalë, po s'ka qenë kur humori im pjesë ofendimit, vetëm e relaksit dhe asaj që ju të bëni mirë. Atëherë kur përfundon letra ime, është kënaqësi që sonte I kam edhe publikun nga pjesa e podujeve nga vendi im. Që çdo herë vendlindja ime podujeva më ka shtyt, më ka dhënë dashni edhe më ka dhënë shumë respekt. Faleminderit shumë. Në skeni I ftoj grimeret e mia, e ftoj Kristofin. Unë edhe 2-3 fjalë do t'i flas si Adnan. Që të përshëndesëm tamam. Çfarë do më dalona? Që shka thon burrat, me botash. Ke puna dashnisë të humorit. E pat që ty tash, nuk po të vesin sanet. Vesh mikrofonin ajme. Nuk jenë mo najmë, se meri folë që ja besë. Bëllë shumë I tjerë të desh, mas. Leonita, apo më këshim bush lutma që t'i flasë edhe 2-3 fjallë. Si Adnan? Mirë është. Tash bëmi pak në serios. Si aktori humorit si Adnani dhe më thonë në rolin e Safis me kolegët e mi me Naimin me Mihrin, gjithër kemi mundu që çdo festet I kushtohemi, dhe më thonë t'ja përshtatemi pavarësisht Kosovës, pavarësisht gjithë popullit shqiptar, pavarësisht Shqipërisë, 8 marsin, dhe më thonë festën e nanës, çdo festë, ngjarje, situatna e kemi vënu këtë në skenë. Edhe sot do thotë që tash mundet me kanë ora dikun 11 që tu transmetu emisioni, ose 11:15, unë nuk dashta me harru një prillin, që do më thonë dashta edhe një prillin sot me rajt kështu, do më thonë jem të rajt.